Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Dita Arafatit është për ditëve më madhështore tek Allahu Azza wa Jall. Është dita në të cilën pranohen lutjet, falen gjunohet dhe zbret mëshirat madhe Zot. Allahu mburret para melaqeve me njerëzit të cilët janë në Arafat, dhe ngrit pozitën atyre që përmendin atë me sinqeritet. Është dita në të cilën u plotësua kjo fe dhe u përmbush nimeti Allahut mbi këtë ummet. Është dita faljes, dita pendimit dhe dita e lirimit nga zjarri i xhenemit. Për këtë, kjo ditë është edhe dita e pranimit të duave. Andaj, në këtë ditë bëj gati të gjithë duat dhe dëshirat e tua, sepse kështu ishim të parët tanë nga sahabët, tabiinët e kështu me radhë, ku ata i grumbullonin dëshirat dhe duat e tyre për në ditën e Arafatit. Sepse Allahu Azza wa Jall ju përgjigjej duave të tyre. Tha pejgamberi alayhi salam: "Khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafa, wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." Thot pejgamberi alayhis salam, lutja më e mirë është lutja e ditës Arafatit, dhe fjala më e mirë që kam thënë, apo duaja më e mirë që kam thënë unë dhe profetët para meje është: nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, i vetëm është ai, i pa ortak, atij i takon sundimi dhe atij i takon lavdërimi, dhe se Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Kjo ditë është dita e shpërblimit të madh, dita në të cilën zemrat e besimtarëve garojnë drejt mëshirës dhe faljes së Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa." Nuk ka ditë tjetër në të cilën Allahu liron nga zjarri i xhenemit më shumë robër se sa në ditën e Arafatit. Kjo ditë është edhe dita e faljes së gjunoheve për ata të cilët e agjërojnë këtë ditë. Tha pejgamberi alayhis salam: "Agjërimi i ditës Arafatit i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit që vjen." Andaj, përgëzimi për atë person i cili arrin këtë ditë me zemër të pranishme, me gjuhë që përmend Allahun dhe me shpirt të përulur para tij, duke shpresuar mëshirën e Allahut fuqiplot. Prandaj, shtoni në këtë ditë lutjet, dhikrin, istikfarin, sadakon dhe çdo ibadet tjetër, sepse janë çaste madhështore që ndoshta njeriu, besimtari, muslimani nuk ka mundësi t'i arrijë vetëm se në këtë vetë. Andaj vëllezër besimtar, shfrytëzoni këtë ditë të madhe me ibadet, me adhurime, me agjërim, me sadaka dhe ibadete të tjera, në mënyrë që ta fitojmë kënaqësinë Allahut te bareke ve teala dhe në veçantë xhenetin Allahut fuqiplot. Walhamdulillahi rabbil alamin.